تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Lavdrimi I plotit takon Allahut, dëshmoj se nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut një, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij, lavdrimet, ndërimi dhe shpëtimi I Allahut qofshin me të, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me gjithë ata që I ndjekin me punë të mira më pas. Fjala më e mirë është fjala e Allahut, udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, veprat më të shëmtuara janë shpikjet në fe, dhe risit në fe. Çdo risi është bidat dhe çdo bidat është dalalet dhe çdo dalalet çon në zjarr. Më pas, robërt e Allahut, padyshim ndër nimetet e shumta që Allahu ua ka dhënë robërve të Tij është që u ka caktuar atyre disa sezone në të cilat shtohet shpërblimi I veprave dhe shtohen mirësitë. Ai që I shfrytëzon këto periudha, që I shfrytëzon këto sezone në adhurime dhe veprat që Allahu I ka kërkuar, është nga të suksesshmit dhe të fituarit. Kurse ai që I lë pas dore, humbet diçka që ndoshta nuk do t'i jepet shans tjetër t'i arrijë. Dhe ja ku jemi robërt e Allahut në pritje të ditëve të bekuara, të cilat I ka përzgjedhur Allahu dhe I ka veçuar dhe I ka bërë të jenë ditët më të mira të vitit në mënyrë absolute. Dhe ato janë 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijjah. Për shkak të pozitës së tyre të lartë, Allahu I madhruar është betuar në to në librin e Tij dhe ka thënë: "Wal fajri wa layalin ashr." Betohem në fajrin, pra betohem në muzgun e agimit dhe betohem në 10 netet. Ibn Abbasi dhe dietarë të tjerë të tefsirit, Allahu qoftë I kënaqur me ta, kanë thënë 10 netet në këto ajete janë për qëllim 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijjah. Kur robi e kupton se vepra mirë është më e dashur për Allahun në këto 10 ditë sesa në çdo ditë tjetër të vitit, pa përjashtim asnjë prej tyre, dhe duke e pasur parasysh se përdesë është më e dashur tek Allahu, kjo do të thotë se është më e vlefshme tek ai, atëherë robi përpiqet me zell në këto ditë për të bërë adhurime dhe I shton veprat që e afrojnë tek Allahu. Ibn Abbasi radiallahu anhuma ka transmetuar se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min ayamin al-amalu as-salihu fihinna fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayam", yani ayam al-ashr. Nuk ka ditë kur vepra e mirë është më e dashur tek Allahu sesa në këto 10 ditë. Nuk ka ditë kur vepra është më e dashur tek Allahu se në këto 10 ditë. Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu wa rahimah, Allahu mëshiroft, I cili e ka transmetuar këtë hadith nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, kur hinin 10 ditët e Dhul-Hijjes, përpiqej fort në adhurim me një përkushtim aq të madh sa mezi e përballonte. Dhe kush I analizon mirë këto ditë, do të shohë se në to bashkohen lloje të ndryshme të ibadeteve dhe sheh se muslimanët në këto ditë përpiqen me të gjitha veprat e mira. Në këto ditë gjendet namazi, agjërimi, haxhi, therrja e kurbanit dhe adhurimet e tjera të mëdha dhe vepra madhështore. Madje Allahu I lartësuar e ka caktuar në këto ditë sezonin e haxhit në shtëpinë e Tij të shenjtë. Dhe në to I ka vendosur ditët e Tij më të mëdha. Sepse në këto ditë gjendet dita e Terwijes, që është dita e 8 e muajit Dhul-Hijjah. Në këtë ditë haxhinët ngjiten prej Mekës në Mina, duke bërë telbien për haxh, pra duke përgjigjur thirrjes së Allahut për haxh. Në këto ditë gjendet dita e Arafatit, e cila është shtylla më e madhe e haxhit. Dhe në këto ditë
është dita e therrjes së kurbanit dhe ajo është dita më e madhe tek Allahu, siç thuhet në hadithet e sakta. Vëllezër besimtar, prej ibadeteve që ka kërkuar Allahu në këtë ditë, prej ibadeteve që janë kërkuar në këtë ditë të Dhulhijhes është tekbiri për Allahun e madhruar. Pra tekbiri i përgjithshëm, i cili thuhet në të gjitha kohrat e ditës, prej hyrjes së muajit të Dhulhijhes deri në fund të ditëve të Tashriqut, do thotë deri në ditën e 4 të Bajramit, sepse Allahu ka thënë: "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumat", që të dëshmojnë dobitë e tyre dhe të përmendin emrin e Allahut, të bëjnë dhikr emrit të Allahut në ditët e caktuara ose ditët e ditura, dhe ato janë këto 10 ditë të Dhulhijhes. Gjithashtu ka thënë te sura Al-Baqara: "Wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat", dhe përmendni Allahun në ditët e numëruara, ditët e caktuara, dhe këto janë ditët e Tashriqut, pra dita 11, 12 dhe 13. Argument është gjithashtu edhe hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam, në cilin thotë: "Wa ayamu at-tashriq ayamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi azza wa jall." Ditët e Tashriqut janë ditë të ngrënjes dhe pirjes dhe ditë të dhikrit të Allahut. Pra ditë ku bëhet dhikri i Allahut, përmendet emri i tij, bëhet tekbir dhe madhrohet emri i tij. E ka transmetuar Muslimi. Buhariu e ka përmendur se Ibn Umeri radiallahu anhu dhe Abu Huraira radiallahu anhu dilnin në treg gjatë këtyre 10 ditëve dhe bënin tekbir me zë, dhe njerëzit bënin tekbir gjithashtu kur e dëgjonin tekbirin e tyre. Kurse tekbiri i kushtëzuar ose tekbiri i veçantë është ai që bëhet pas namazeve farze. Prej namazit të sabahut ditën e Arafatit, prej namazit të sabahut ditën e Arafatit deri, për ata që nuk janë në haxh, deri në namazin e ikindis në ditën e fundit të Tashriqut, pra deri në ikindinë e ditës së 4 të Bajramit. Dhe për lishmërinë e këtij adhurimi dëshmon si argument ixhmaja e dietarëve, siç e ka thënë Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroft, si dhe fakti që sahabët kështu kanë vepruar radiallahu anhum. Robert Allahut, ndër veprat më të rekomanduara për muslimanin gjatë këtyre 10 ditëve të bekuara janë sadakaja me format e ndryshme të saj, janë sjellja e mirë, lidhja me familjarët e të afërmit dhe bamirësia me të gjitha llojet dhe me të gjitha fushat e saj. Dhe ndër veprat e mira të cilave muslimani duhet të kushtojë rëndësi në këto ditë të bekuara është t'i afrohet Allahut të madhruar përmes agjërimit. Në veçanti agjërimit të ditës së Arafatit për ata që nuk janë në haxh. Kanë ardhur disa hadithe që tregojnë se agjërimi i kësaj dite ka vlerë dhe shpërblim shumë të madh, të cilin nuk e la askush vetëse një i privuar dhe i penguar nga mirësia. Allahu na ruajt. Muslimi ka transmetuar në sahihun e tij nga Ebu Qatada radiallahu anhu se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Siyamu yawmi Arafa ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Për agjërimin e ditës së Arafatit, llogaris tek Allahu se i fal gjunahet e vitit e kaluar dhe të vitit të ardhshëm. Pra robërt Allahut, nxitoni drejt veprave të mira para se të kaloj koha. Netët e 10 ditëshit janë kohë kur lutjet marrin përgjigje. Andaj nxito me dëshirë që të arrish shpërblimin. Dije se nuk ka për punëtorët një kohë jashtë këtyre 10 ditëve ku shpërblimi i veprave të mira është më afër pranimit. Prandaj përvishi mëngët dhe kërko pendim dhe kthehu tek Allahu me pendim të sinqert në këto ditë. O Allah, na bëj prej fatlumturve dhe na largon nga rrugët e fatmirëve. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim al-ali al-azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. I them këto fjalë që dëgjuat, i kërkoj Allahut të madhëshëm falje për mua dhe për ju. Kërkoni falje, vërtet ai është falës i madh dhe mëshirues.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Vëllezër të nderuar, dietarët e Islamit kanë theksuar me forcë për vlerën e 10 ditëve të Dhulhijhes. Dhe prej tyre janë fjalët e dietarit të madh Ibn Uthaymin, Allahu e mëshiroft, gjatë një mësimi që ka mbajtur në xhaminë e shenjtë të Mekës, nëse s'gaboj, dhe aty thotë profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, duke bërë të qartë umetit të tij deri në ditën e Kiametit. Duke bërë të qartë umetit të tij deri në ditën e Kiametit, ka thënë nuk ka ditë në të cilat veprat e mira janë më të dashura tek Allahu sesa në këto 10 ditë. Pra dëgjoni mirë këtë fjalë të madhe, nuk ka ditë në të cilat veprat e mira janë më të dashura tek Allahu sesa këto 10 ditë. Dhe sahabët e kanë pyetur, o i dërguari i Allahut, as xhihadi në rrugt të Allahut, sepse xhihadi është kulmi i Islamit, as xhihadi në rrugt të Allahut, ka thënë, as xhihadi në rrugt të Allahut, përveç nëse një njeri del me veten e tij dhe pasurinë e tij dhe nuk kthehet me asgjë prej tyre. Pra del në rrugt të Allahut në luftë, sakrifikon gjithçka dhe bie dëshmor, humb jetën dhe humb pasurinë dhe mjetet e tij. Ky është përjashtimi i vetëm. Vëllezër, kujdesuni pra për këtë kuptim. Vazhdon Sheikhu, Allahu e mëshiroft. Kujdesuni për këtë kuptim. Një njeri jep sadaka 10 euro në 10 ditët e Ramazanit. Ndërsa një tjetër jep 10 euro në 10 ditët e Dhulhijhes. Cili është më i vlefshëm? Dhe njerëzit zakonisht nguten dhe përgjigjen, dikush thotë më të vlefshme janë, ose më vlefshme është sadakaja në 10 ditët e Ramazanit, dhe tjetri thotë më vlefshme është sadakaja në 10 ditët e Dhulhijhes. Dhe kur kemi mos pajtime për një çështje, te kush kthehemi për gjykim? Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Allahu na ka thënë, nëse nuk keni pajtim për diçka, ktheheni çështjen tek Allahu dhe i dërguari. Pra ktheheni çështjen tek ajetet dhe hadithet e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, dhe ne kur kthehemi te hadithet e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, e gjejmë që ai na thotë nuk ka ditë në të cilat vepra e mirë është më e dashur tek Allahu sesa në këto 10 ditë. Atëherë kush ka të drejtë? Ai që thotë se sadakaja në 10 ditët e Dhulhijhes është më e vlefshme. Kushtoni vëmendje kësaj. Pra një shembull tjetër thotë një njeri fal 2 rekate në 10 ditët e Ramazanit, dhe një tjetër fal 2 rekate në 10 ditët e Dhulhijhes. Cili është më i vlefshëm? E njëjta pyetje, por përgjigjja është e qartë nga hadithi. Pra i dyti. Edhe kjo vëllezër, thotë shehu, duket shumë e çuditshme për njerëzit në këtë kohë, për njerëzit e thjeshtë, pasi mund të jetë një vepër në 10 ditët e Dhulhijhes më e vlefshme se një vepër në 10 ditët e Ramazanit. U duket e çuditshme njerëzve të thjeshtë, por kjo nuk është e çuditshme për njerëzit e dijes. Prandaj thotë njerëzit e dijes duhet t'u sqarojnë njerëzve këtë realitet, se këto ditë janë prej sezoneve më të mëdha të adhurimit. Një njeri tjetër thotë, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, në këto 10 ditë. Dhe një tjetër i thotë në një kohë tjetër të vitit, cili është më i vlefshëm pra në këto 10 ditë. E njëjta gjë vlen edhe për mirësjelljen ndaj prindërve. Një njeri është bamirës, pra u bën mirë prindërve të tij në një kohë caktuar, dhe një tjetër bën bamirësi ndaj prindërve të tij në këto ditë. Cili është më i mirë? Pra dihet se në këto ditë, dhe kështu përfundojnë fjalët e shehut në mënyrë të përmbledhur. Robërt Allahut, pra me qenë se Allahu i lartësuar ka vendosur në zemrat e besimtarëve një mall për ta parë shtëpinë e tij të shenjtë. Me qenë se Allahu i lartësuar ka vendosur në zemrat e besimtarëve një mall për ta parë shtëpinë e tij të shenjtë, Qabën, dhe jo çdo kush ka mundësi ta vizitojë atë çdo vit. Allahu e ka bërë sezonin e 10 ditëve të Dhulhijhes një mundësi të përbashkët për ata që udhtojnë dhe për ata që qëndrojnë në vendin e tyre. Kështu, kush nuk është në gjendje të shkojë në haxh një vit, mund të bëj në këto 10 ditë vepra të cilat i kryen në shtëpinë e tij,
të cilat i kryjnë në shtëpinë e tij dhe janë më të vlefshme se xhihadi në rrugt të Allahut, dhe e dim që xhihadi është më i vlefshëm se haxhi. Robërt Allahut, gjithashtu për rregullave më të theksuara që duhet të dihen në këto ditë është ajo që ka transmetuar Ummu Seleme radhiyallahu anha se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur të hyjnë 10 ditët e Dhulhixhes dhe dikush për jush dëshiron të therr kurban, le të mos heq nga flokët dhe as nga lëkura e tij asgjë. Në një transmetim tjetër, kur të shihni hënën e re të muajit Dhulhixhe, nëse dikush për jush dëshiron të therr kurban, le të përmbahet dhe të mos heq çime dhe as thonj. Të dyja i transmeton Muslimi. Pra ai që therr kurban duhet ta di se duhet, pra nuk bën të heq çime dhe as nuk bën të heq thonjt, dhe as të heq nga lëkura e tij diçka, derisa të therr kurban. Kjo rregull vlen vetëm për personin që therr dhe jo për familjen e tij. Salavatet dhe selamet Allahut qofshin për të dërguarin ton, lavdrimet dhe shpëtimi i Allahut qofshin për të dërguarin ton Muhammed, për familjen e tij dhe për gjithë ata që i ndjekin ata me punë të mira dhe me përpikri. Allahu Akbar, Allahu Akbar.